Kapini lojmin. Leo dhe Lila bashkë për Shën Valentin. Kjo është kthesa që askush nuk e priste, por që plot e dëshironin. Tetori i vitit të kaluar solli ndarjen e bujshme. Një moment që u duk se i vuri vulën përfundimtare kësaj romance. Por me zhdimin së ndarjes, një detaj nuk na shpëtoi. Në çdo dalje publike apo intervistë, ata folën me një respekt të jashtëzakonshëm për njëri tjetrin. Pikërisht kjo çështje e tyre mbajti gjallë shpresën e fansave të zjarrt, të cilët nuk rashtën kurrë së besuari se dyshja do të bëhej sërish bashkë. Dhe me sa duket, intuita e tyre ishte e saktë. Në redaksinë e Prive Bali Libertas Vahiu kam rritur një fotografi ekskluzive, që vlen sa 1000 fjalë. Një dëshmitare okulare ka rrëfyer për mediumin tonë se momenti është kapur në natën e të shtunës në Düsseldorf, dhe provat janë të qarta. Jo vetëm që veshja e Leos përputhet saktësisht me videon e tij në TikTok, ku blinte lule solo, por edhe palltoja e vajzës në krah të tij është fiks ajo e Lilës. Ky detaj ka bërë që fansat të mos kenë asnjë fije dyshimi. Bëhet fjalë pikërisht për ata të dy. Vetëm një javë më parë, Lila hapi dyert e shtëpisë së saj të re ekskluzivisht për Prive Bali Libertas Vahiu. Në atë intervistë, ajo nënvizoi fort pavarësinë dhe jetën e re si beqare. Por nata e 14 shkurtit në Gjermani foli krejt ndryshe nga deklaratat. A ishte ky udhëtim momenti për të shëshuar çdo keqkuptim? Apo dashuria e tyre thjesht nuk u shua kurrë? E sigurt është se kjo pamje ka shkrirë zemrat e ndjekësve që prisnin me padurim rikthimin e çiftet të tyre të preferuar. Për më shumë lajme si ky, na gjeni në 4 platforma: Facebook, Instagram, YouTube dhe TikTok, me Prive Bali Libertas Vahiu.